Pas kësaj jave, këto shenja nuk janë më të njëjtat. Kjo nuk është një javë e zakonshme. Nga momenti që fillon, energjitë ndryshojnë ritmin dhe disa shenja zodiaku hyjnë në një proces transformimi që nuk mund të ndalet. Nuk bëhet fjalë për ndryshime të vogla, por për vendime, realizime dhe përballje që i bëjnë këto shenja të shohin jetën ndryshe. Disa do lënë pas frikëra të vjetra, të tjera do kuptojnë se nuk mund të qëndrojnë më në të njëjtin vend. Universi nuk kërkon perfekcion, por guxim për të ndryshuar. Pas kësaj jave, asgjë nuk do të jetë si më parë. Shigjetari. Një ndjesi e fortë lirie dhe nevoje për ndryshim shfaqet gjatë kësaj periudhe dhe të shtyn të rishikosh drejtimin që po ndjek. Në punë, një mundësi e re ose ide që ka qenë vetëm në mendje fillon të marrë formë konkrete. Kjo kërkon guxim për të dalë nga zona e rehatisë dhe për të provuar një rrugë të re. Në dashuri, marrëdhëniet kërkojnë sinqeritet të plotë, sepse çdo gjë sipërfaqësore nuk mund të vazhdojë më. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që sjell perspektivë të re dhe energji të freskët. Financiarisht, është moment për planifikim dhe për të shmangur rrezikun impulsiv. Emocionalisht, kjo javë sjell reflektim mbi qëllimet afatgjata. Pas kësaj periudhe, shigjetari nuk do të jetë më i njëjti, sepse vendimet e marra tani krijojnë drejtim të ri, më të qartë dhe më të qëndrueshëm. Ky transformim nuk vjen nga rastësia, por nga zgjedhja për të jetuar me më shumë vetdije dhe përgjegjësi. Ujori. Një ndryshim i papritur në mënyrën e të menduarit sjell qartësi dhe të ndihmon të kuptosh se disa situata nuk kanë më vend në jetën tënde. Në punë, një projekt ose ide e re kërkon përkushtim serioz dhe bashkëpunim me njerëz që ndajnë vizionin tënd. Kjo periudhë favorizon inovacionin dhe guximin për të ndërtuar diçka ndryshe. Në dashuri, marrëdhëniet kërkojnë më shumë prani emocionale dhe komunikim të hapur. Beqarët mund të përfshihen në një lidhje që fillon papritur dhe sjell ndryshim të madh. Financiarisht, është moment për strategji dhe planifikim afatgjatë. Emocionalisht, kjo javë sjell çlirim nga kufizimet të vjetra. Pas kësaj jave, ujori ndjen më shumë kontroll mbi jetën dhe drejtimin e tij. Ky proces transformimi ndihmon të kuptosh se liria e vërtet vjen nga përgjegjësia dhe zgjedhjet e ndërgjegjshme. Virgjëresha. Një periudhë reflektimi të thellë të ndihmon të kuptosh se disa zgjedhje nuk mund të shtyhen më. Në punë, një situatë kërkon organizim dhe vendosmëri për të krijuar stabilitet më të madh. Një projekt që ka qenë në zhvillim fillon të jap rezultat dhe sjell besim të ri. Kjo javë të mëson të mos kërkosh perfeksion në çdo hap, por të pranosh progresin gradual. Në dashuri, marrëdhëniet kërkojnë më shumë fleksibilitet dhe gatishmëri për kompromis. Beqarët mund të përballen me një njohje që sjell qartësi dhe ndjenjë sigurie. Financiarisht, kjo periudhë favorizon riorganizimin dhe kontrollin e burimeve. Emocionalisht, fillon një proces çlirimi nga presioni i tepërt. Pas kësaj jave, virgjëresha nuk do të jetë më e njëjta, sepse do të kuptojë se kontrolli absolut nuk është zgjidhja. Ky transformim sjell qetësi dhe ndërtim të një baze më të fortë për të ardhmen. Vendimet e marra tani ndikojnë në stabilitetin emocional, profesional dhe financiar për muajt që vijnë. Demi. Një ndjenjë e fortë nevoje për siguri të shtyn të ndryshosh mënyrën si menaxhon jetën dhe burimet e tua. Në punë, një mundësi e re kërkon vendim të guximshëm, edhe pse fillimisht mund të duket e pasigurt. Kjo periudhë të mëson të dalësh nga zona e rehatisë dhe të besosh më shumë në aftësitë e tua. Në dashuri, marrëdhëniet kërkojnë më shumë hapje dhe komunikim të sinqert. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që ofron stabilitet emocional dhe perspektivë afatgjatë. Financiarisht, kjo javë favorizon planifikimin dhe ndërtimin e sigurisë. Emocionalisht, fillon një proces transformimi që sjell besim dhe qartësi. Pas kësaj jave, Demi nuk do të jetë më i njëjti, sepse do të kuptojë se ndryshimi nuk është rrezik, por mundësi për rritje. Ky proces ndihmon në krijimin e një jete më të balancuar dhe të qëndrueshme.
Vendimet e marra tani ndikojnë drejt për drejt në stabilitetin dhe mirëqenien e ardhshme. Kjo javë nuk sjell vetëm ngjarje, por transformim të thellë. Për këto shenja, është një fazë ku e kaluara mbyllet dhe fillon një kapitull i ri. Universi kërkon guxim, vetdije dhe vendime të ndërgjegjshme. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe nëse ndjen këtë ndryshim. Pëlqej videon për të mbështetur përhapjen e mesazhit. Abonohu në Zërin e Universit për parashikime të fuqishme. Shpërndaje me dikë që ka nevojë për këtë energji.